Nora, përshëndetje. Si fillim, si është atmosfera këtyre ditëve në Prizren, kur dihet se vera shton atje edhe turistët, Nora? Po, Flanza, përshëndetje për juve dhe gjithë shikuesi që tashmë po na ndjekin. Ndoshta po dëgjohet në Prapavi një atmosferë festive në cepe të ndryshme të qytetit, pra në pjesë të ndryshme të qytetit po zhvillohen festivale. Tek sheshi i lidhjes për momentin është duke u zhvilluar festivali për fëmijë, të cilët ka bërë bashkë mosha të ndryshme për të shijuar atmosferën. Tashmë qyteti është freskuar, turistë të shumë, qytetarë të shumë që pas ditës me vap kanë dalur të shijojnë edhe freskinë për rreth lumit lumbard pra këto. Këtu vetë se ka përfunduar konferenca e festivalit Rock and Blues Festival, i cili është këtë vit edicioni i tretë dhe do të filloj pikërisht në datat 11, 12 dhe 13 korrik, i cili do të mbahet në hapësirat e ITP-s. U deklaruan pra drejtori dhe kryetari i qytetit, dhanë informacione se kush do të jenë pjesëmarrësit. Pjesëmarrësit pra kemi bende të ndryshme ndërkombëtare, kemi bende të njohura të rockut shqiptar anë mban vendeve ku muzika rock shqipe ka filluar pra kultivimin e saj qysh nga vitet e mëhershme. Njëra ndër risit apo surprizat ishte edhe grupi minatori që do të jetë pjesë e festivalit në njërën prej netëve të festivalit dhe Eugend Bushpepa, ai i cili do të jetë pjesë e festivalit këtë vit, bëhet me dije pra të kujtojmë që hyrja për në festival do të jetë falas, që u cilësua si një pikë shumë e rëndësishme që të bëj bashkë gjithë ata fansa të muzikës rock. U tha që qyteti i lidhjes tashmë do të jetë edhe një vatër e muzikës rock. Kjo do të dëshmohet pikërisht në datat 11, 12 dhe 13 korrik, ku festivali do të zhvillohet. Kujtojmë që nesër do të kemi edhe festivalin Gomfest, i cili do të mbahet në hapësirat e Kalas, duke filluar nga orët e mbrëmjes e që do të vazhdoj deri në orët e pas orës 12, më falni. Kjo është atmosfera momentale në qytetin e Prizrenit. Nëse Flanza nuk kemi pyetje tjera, unë po kaloj linjën tek ju, sepse atmosfera edhe unë nuk po moj të rezistoj. Nora, faleminderit për këto informacione. Pra, rock and blues, një zhandër i veçantë i muzikës, hyrja do të jetë falas, ashtu siç e potencoi edhe Nora, e përveç këtij festivali në Prizren tashmë ka aktivitete të shumta.